Gjyshja lexon përrallën. Akullorja me dredhëza. Një ditë të bukur vere, parku i qytetit ishte i mbushur me njerëz. Eliza së bashku me nënën dolën që të shëtisin. Ajo pa që shisnin akullore dhe ju lut mamas. Mami, të lutem më blej një akullore me dredhëza. Ato ju afruan shitësit të akulloreve dhe blejnë një akullore me dredhëza. Sapo Eliza mori akulloren, i ahoqi mbështjellësen dhe nisi ta lëpinte. Në mënyrë krejt të shkujdesur, ajo hodhi mbështjellësen në rrugë. Mamaja e Elizës mori mbështjellësen nga rruga dhe me qetësi e vuri në çantën e Elizës. Në shtëpi, kur Eliza hapi çantën e saj, ajo pa mbështjellësen e akullores. E habitur tha: "Mama, si ka mundësi që ky mbështjellës i dytë të ndodhet në çantën time?" Mamaja ju afrua dhe i tha: "Eliza, ti dëshiron që çanta jote të jetë e pastër, po kaq pastër duhet ta mbajmë edhe ambientin që na rrethon. Ti hodhe mbështjellësen në rrugë. Duhet ta kishe hedhur në kutinë e mbeturinave." Eliza kërkoi falje dhe e përqafoi nënën e saj. Mësimi: mbaje ambientin përreth teje të pastër.